Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Iliriana dhe jetoj në Australi prej 18 vitesh. Në këtë moment e po dëgjoni episodin 21 të podcastit Ti je një thesar. Ndjehem shumë e privilegjuar për këtë mundësi për të ofruar inkurajim nëpërmjet këtij podcasti. Jam e vetëdijshme që jetojmë në një botë ku kaosi është i pranishëm dhe është shumë e lehtë që të ndjehemi të dekurajuar, por gjithashtu jam e vetëdijshme që në mes të gjithë kaosit ka shpresë. Pashka. Çfarë është pashka? Esenca e pashkës është sakrifica e Jezusit në kryq. Kjo botë ishte e pa shpresë, por Jezusi dha veten e tij në mënyrë që nëpërmjet plagëve të tij ne të jemi të shëruar, të shpenguar dhe të shpëtuar. Jezusi është biri i Perëndisë dhe askush nuk është si ai. Jezusi është çengji pa të meta që u sakrifikua për të gjithë njerëzimin. Ai është udha e vetme për tek Perëndia. Ai është i vetmi që na jep gëzim dhe shpresë. Ai na pranon ashtu siç jemi. Ai të do ty me një dashuri të pakufishme dhe pa kushte. Ai të ofron ty sot një dhuratë. Një dhuratë që nëse e pranon, do të ndryshojë drejtimin e jetës tënde. Është dhurata e shpëtimit. Ai po të thërret sot që të hapësh derën në zemrës tënde. Është vendimi yt personal që të hapësh zemrën tënde. Në këtë episod, të doja të jepja mundësinë ty të gjuhës i dashur i podcastit Ti je një thesar, që të aftosh Jezusin në jetën tënde. Nëse dëshiron t'i përgjigjesh thirrjes së tij, në këtë moment të ftoj ty që të përsërisësh pas meje. Lutja e shpëtimit. Jezus, sot e kam kuptuar që ti je biri i Perëndisë. Zot, unë besoj që ti dërgove birin tënd të vetëm që të vdes për mëkatet e mia. Faleminderit Jezus që u sakrifikove për mua në kryq dhe u ringjalle në lavdi. Jezus, të lutem fali mëkatet e mia dhe më pastro nga çdo pallësi. Në emrin tënd të shenjtë dhe të fuqishëm, unë të lutem Jezus. Amen. Dëgjues të podcastit Ti je një thesar. Episodi 21 po i vjen fundi. Ju falenderoj që vazhdoni të jeni pjesë e këtij podcasti. Një urim të veçantë të gjithë atyre që ja dhanë jetën Jezusit sot. Urime, ti je një krijesë e re sot. Mirë se erdhe në familjen e Zotit. Përpara se ta mbylli këtë episod, do doja të lexoja një poezi e shkëputur nga libri im i parë që është botuar në vitin 2008. Fal. Nëse të urrejnë, fal. Nëse të shajnë, fal. Nëse të përbusin, fal. Nëse të torturojnë, fal. Nëse je i etur për drejtësi, fal. Njerëz të shtrenjtë, kujto se çfarë i bëri njerëzimi Jezusit. E çoi në kryq. Madje edhe kur Jezusi po ja dorëzonte shpirtin e tij Atit, Jezusi vazhdoi të lutej duke thënë: Fali o At. Ishim ne që e quam Jezusin në kryq. Nga urrejtja. Ishte ai që na dha faljen nëpërmjet kryqit. Nga dashuria. Fal o njeri, mos e kurse faljen. Fal, veç fal. Fal o njeri, pafutësisht fal. Zoti Jezus, unë të falenderoj që erdhe nga qielli në tokë për të më shpenguar, për të më çliruar, për të më shpëtuar. Të jam njëse në çdo moment, Zot, që Ti je në jetën time dhe në këtë moment e lutem që çdo person që po dëgjon këtë episod
të preket nga dashuria jote, që është pa kushte dhe e pakufishme. Në emrin tënd të fuqishëm unë lutem o Atë. Amen. Zoti ju bekoft të gjithëve. Miru dëgjofshim. Iliriana.